Vendimi i gjykatës kushtetuese riktheu në parlament zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Për herë të dytë, që prej nisjes së legjislaturës së re të parlamentit, mbledhja e grupit të Partisë Socialiste u drejtua nga vetë kryeministri Edi Rama. Për më shumë se një orë, deputetët mazhoritar morën porositë e tyre nga kreu i qeverisë, ku takimet në zonat e tyre elektorale dhe fokusi tek ligjet që duhet të kalojnë lidhur me procesin e integrimit ishin direktivat kryesore. Detajet e mbledhjes u sqaruan nga kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla, i cili reagoi lidhur me deklaratën e kryedemokratit Berisha, i cili është shprehur se opozita do të tërhiqet nga diskutimet në dy komisionet e posaçme, ajo territoriale dhe zgjedhore. Kushte, kërcënime, shantazhime, me histori komisionesh apo votimesh në Kuvendin e Shqipërisë, ndaj Partisë Socialiste, ndaj grupit saj parlamentar nuk ka. Me historinë që ne ikim, ne zvim, ne zvotojmë, ata të shohin punën e vet, ne do shohim punën tonë. Për të rikthyer tek përgjigjja e pyetjes tuaj, ne do të presim reflektim nga ana tyre, është një vendim emocional, i mirëkuptueshëm në kushtet e javës së kaluar, por besoj që emocionet do t'u kalojnë edhe pas gjelit detit edhe baklavas. Balla theksoi se fokusi i PS mbetet tek procesi i integrimit, madje lajmëroi dhe ngritjen e një komisioni etike për të goditur emërimet nepotike, të lajmëruar më herët nga vetë kreu i qeverisë. Sot është prezantuar një projekt i parë i qëllimeve edhe i mënyrës së funksionimit të një komisioni etike, i cili ndërlidhet shumë me atë që kryetari Rama ka prezantuar si një prej hapave të rëndësishëm që do të hedhim gjatë këtij mandatit 4, e që ka të bëjë me një goditje të çdo lloj forme të emërimeve nepotike. Tashmë deri në një vendim të dytë të PD, majoranca do t'i vijojë vetëm diskutimet për komisionet e posaçme.